Sipërmarrësit e kultivimit të algave dhe troftës u intervistua nga kryeministri Edi Rama gjatë podcastit të tij. Fran Palokaj, jam sipërmarrës dhe iniciatori i një projekti strategjik për zhvillimin e industrisë mikroalgave në Shqipëri. Për vitesh punoj me teknologjitë e kultivimit dhe përpunimit të mikroalgave në Europë. Pas reformës të sektorit bujqësisë në vitin 2008 që bëri Komisioni Evropian, prodhimi i proteinave dhe varreve të pangopura omega me origjinë bimore dhe reduktivi i ndikimin mjedisorë bën udhërfyes për bujqësinë moderne. Që nga ajo kohë unë dedikova kësaj lamie, ëndra ime që me kohë ishte të sjellë teknologji të reja në Shqipëri nga Olanda, ku ndërtova një eksperiencë prej 40 vitesh. Nëse e kapët nuancën lami, do keni kuptuar edhe që Fran Palokaj është nga Kosova. Fran, mirë se erdhe, ndërkohë që letra tjetër është Alex Shtrezit nga fshati Kovačić i Shupenzës në Dibër. Prej vitesh menaxhoj një fermë trofte ku jam përkushtuar në mënyrë të vazhdueshme për ta kthyer këtë aktivitet në një model që nduzon bujqësor dhe turistik për zonën. Para 3 viteve, po para se marrë Shqipëri kemi bë shumë projekte në Spanjë edhe në Kroaci. Kemi volumtu kushtet klimatike, zbërthyj teknologjinë. Në momentin kur ka lind teknologjia, atëherë bashkë me kolegët e mi, unë kam vendosur që kjo teknologji do të shkojë në Shqipëri e jo në Kroaci, jo në Spanjë. Spaj biostimulant, që kthehet natyra asaj çka ka, të ndihmojmë edhe bimen me suplementet e veta. Kishim produktet në panarinë ndërkombëtare të Lushnjës, shumë i lumtur se ishte në Lushnjë. Ishim në panarinë e Berlinit, po të Amsterdamit. Kena provu këto disa produkte ushqimore, jo disa, kruciale, bakery, më thonë ushqimet që janë nga brumi, nga milli, janë sidomos buka, është mjaft e varfër nga aspekti nutritiv. Ne bashkëpunojmë me gjithë restorantet e Dibrës, kërkesa tani me rrugën e Arbit është shumë e madhe. Vinë prej Tiranës, duan edhe tani për festa besoj se do ngelem, kam ngel kështu. Edhe prandaj duhet krijoj edhe bujtine, por ndihmoj edhe ato fshatarë. Ambicia për të konkuruar tregjet europiane ka bërë që sipërmarrësi nga Istogu të rrisë eksportin e produkteve me bazë algën. Kështu që kena nxjerr bukën me alga, pastat me një kompani këtu nga Shqipëria me alga, pijet freskuese, detox, apo. Këto për eksport, kena marrëveshjen me ekipet për eksport. Ndërsa kultivuesi i troftës nga Macellara e Dibrës kërkon më shumë mbështetje nga fondet e dedikuara për sipërmarrjet që njihen ndryshe dhe si minierat e ujit. Një patjetër me rrugën e Arbrit, ne deri tani prodhojmë aty diku tek 25-30 ton troft vit, po tani e shoh që ka shumë kërkesë. Edhe pretendoj që të arrijë deri në 60-70 ton. Të dy sipërmarrësit kanë ambicie për zhvilluar bizneset duke planifikuar investime të mëdha në kultivimin e algës dhe troftës.